skuadrës së Llapit, Tahir Batatinën, i cili e siguruan Superligën, pavarësisht që nuk ka qenë në objektivat e tyre të jenë pjesë e renditjes së poshtme, por ka qenë objektiva shumë të larta për të qenë edhe pjesë e Evropës. Kështu që për më shumë detaje shumë çka tjetër rreth këtij sezonit të skuadrës së Llapit na flet vetë trajneri. Trajner, përshëndetje. Përshëndetje. Trajnere, arriti të siguroni Superligën. Çka bëm, pse kështu, çka ndolli me Llapin me ardhur në këtë pjesë ose këtë gjendje? Po mendoj që nga njëherë ndoshta nuk shkojnë gjonat ashtu siç duhen, mendoj që se morë me bëjnë një analizë të thellë statës Llapit, mendoj që pak ka ndiku sezon e parë pasi unë isha i angazhuar në licencën pro të UEFA-s dhe nuk kisha ofër skuadrës ekipes. Dhe mendoj të thotë që ato kemi humbur disa pikë cilat s'funksionon shumë ofër për ta bërë maksimum ekipë dhe pranojnë një gjë të tillë. Është ndoshta ajo pjesa që më ka dashur po sa do këtë vetë vitin e ardhshëm, të që tjetë të dy procesi që duhet të aprofundoj pasi është edhe profesionimi. Mendoj të të që sezonin e dytë munduam të bëj maksimumin, por nuk ishte fati i manën tonë, duke ditur se patëm shumë damtime, duke filluar nga Granit Jasharit do të Valmir Velivë, që na u dëmtuam, largimi në momentet e fundit Ilir Kasniqi që ndërbrojtësi, mendoj të të kena pas edhe disa mund të them apo disa ndeshje që jeni cili na u dëmtu, edhe skuadra vetë se morat pjesën e penalizimit, ku nuk mundëm do të ta kompletojnë atina në skuadrë dhe denit me lojtarë të cilët mund të bëjnë më të mirën, pastaj ne të ndodhen në ndeshjet e fundit kur edhe Baftive nuk mundi të na ndihmojë gjatë rrugtimit që ishëm, dhe mbet skuadra ndoshta në momentet më të vështira kur ishte në garë edhe për luftën për Kupën e Kosovës dhe në kampionat, dhe të ndeshje dy garat dikosisht mos kishte pikë mjaftueshme në kampionat dhe të luftoshte për kupë, mendoj që ka qenë shumë e vështirë, ata që njohin futbollin dhe janë profesionistë dinë sa vështirë është, dhe do të mendoj që këtu ka qenë ajo pjesa ku do të thotë pas kemi mundur ta bëjmë maksimumin, pse nëse shumë këtë kampionat ka qenë rivalizues, dhe nëse do të thotë me dy ndeshje merr 6 pikë, ne ishim në 53 pikë dhe ishëm do të thotë në pozitën e Evropës, ndërsa me 47 pikë kemi luajtur play-off. Do të ka qenë shumë interesant dhe kampionati. Trener, e di që familja Batatina shumë ka bërë për futbollin kosovar, jo vetëm unë, por e përgjithësi e gjithë Kosova. Por si do t'ju përgjigjesh pjesës së kritikave, qoftë nga tifozët, qoftë nga ata të cilin e përkrojnë skuadrën e Llapit, sepse ata kanë pritur që Llapi të jetë pjesë e Evropës, madje pse jo edhe të mos luftoj për titullin. Por duke ditë që ka pasur rrethona nga më të ndryshmit që nuk është që shfaqen në skenë, por janë nga pjesa e prapa skenës, si i përgjigjesh atyre kritikave dhe në fakt edhe akuzave që nuk kanë shkuar edhe aq mirë me skuadrën e Llapit? Po mendoj që ata duhet ta marrin në skuadrë është Manchester Unitedi. Nëse shumë investimet e Manchester Unitedit që ka bërë dhe nuk e ka kapë Evropën. Edhe mendoj të thotë edhe Llapi ndoshta ka bërë investimet, por në futboll nuk cilën investimet nga njëherë do të thotë që ti mund të kapësh maksimumin. Për këtë arsye do të thotë futbolli është interesant, edhe mendoj të thotë që duhet ta kuptojnë edhe gjithë dhëruesit e futbollit, dashamirët e futbollit, për të promovuar lojtarë të ri, nuk mundesh me dal kampion. Dërsa kjo sezon ka qenë dhe dim që vitet e mëhershme kur i kanë promovuar disa lojtarë që sot nuk janë pjesë e Llapit, por janë transferuar në arenën ndërkombëtare, nuk u marrë 3 trofej, 2 kupa Superkupën, dhe kjo ka qenë vetë promovimit lojtarëve të ri për vitin e ardhshëm që të jenë denjet ku e pam djetë të të lojnë në kryesore luajten ndoshta mund të them 6 lojtarë bazë, lojtarë me moshë 20 vjeçare do të thotë, merr moshën 20 vjeçare, 21 vjeçar, që ata treguan djetë të që mund të abortin barën në kampionatin e ardhshëm, dhe është një projekt i cili sa do të kena arritë objektivit të dalim në Evropë, sepse ishëm finalist dhe në skuadër ku shkon finalet kupes në vendit, mendoj që nuk është dështim, por finale është finale dhe nga njëherë do të thotë nuk fitohet. Ne ke po më gjithë që finalin e humbëm me detajet vogla për shkak një pjesë profesionale ku morëm një karton në mënyrën më të keqe të mundshme në atë lojë, sepse nëse shoh me lojë pjesë e kemi dominuar kundërshtarët dhe ku çdo ta fitojnë ndeshje, dhe besoj të thotë që
nuk duhet asnjëherë këtë pjesë do thotë ndoshta ta marrim ta shumë se asnjëherë as në skuadër nuk mund çdo vit dalë në Evropë, çdo vit marr trofe, edhe çdo vit promovoj lojtar, por arsye se duhet të njëra prej tyre të jetë projekt. Dorsa Llapi ka qenë projekti më interesant këtë vit që ata promovoj këta 5 lojtarë, se ti ka Reni Tasoni, Elvir Gashjani, do të thotë Arber Vityçi, Djar Vokri, do të thotë edhe nëse shohim Arditi, do të thotë Ahiri Sulmusi, për cilët kanë qenë do të ka shkëlqyer të Llapi dhe tash të Llapin e presin të mira në kampionatin e ardhshëm dhe shpresoj do të thotë që këta djem njëri prej tyre të bëj atë transfer në arenën ndërkombëtare kur dy nga këta lojtarë të sot janë në listën e rezervë të kombëtarës Kosovës, edhe Reni Tasoni, edhe Elvir Gashani, që është diçka do të thotë mirë për mua dhe për gjithë skuadrën e Llapit. Trener, e di që çdo herë ju ke dhënë hapësirë lojtarëve të ri dhe pavarësisht shoj e ke marrë një lloj rreziku sepse duke ditë që futbolli kosovar pavarësisht një pjesë e skuadrave të tjera shohin që më shumë të kenë lojtarë që kanë përvojë sa bagazh në karrierën e tyre, ndërsa ndryshe ke menduar ti. Sa është ka qenë e rrezikshme edhe sa është mju besuar atë shumë lojtarëve të ri. Unë si trajner ju besoj lojtarëve të ri, prapë kam projekt për lojtarë të ri, jam duke biseduar me 4 lojtarë të ri shumë cilësor, lojtarë potencial që të besu projektit Llapit, projektit. Apo ne tregon edhe emrat e lojtarëve të ri. Jo emrat për shkak të bisedas që kena jena afër marrëveshjes, shpresoj që javën që do të vjen do të bëhen zyrtare. Mendoj të thotë që qëllimi im është që të promovoj lojtarë të ri dhe Llapi ndoshta nuk është kampion me trofe, po është kampion me promovimin e lojtarëve. Nëse do të thotë Llapi këtë sezon dhe tash këtë sezon e veror arrin të transferoj 2 lojtarë që është ofër të ndodhë edhe me Gashjanin, edhe me Ardit Ahirin, edhe me Djar Vokrin, që janë 3 lojtarë, nëse këta 3 arrin të bëjnë transferin në arenën ndërkombëtare, do të thotë na do t'i marrim 2 fishën e kampionatit të Kosovës. Kjo është e rëndësishme për mua për skuadrën e Llapit. Dhe besoj do të thotë që ndonjëri prej tyre do të lëvizë sigurisht sepse janë ofertat konkrete, sido që të jetë për mua shumë rëndësi do të thotë që në prapë kam besim do të besoj lojtarëve të ri dhe besoj që sezonin e re do të jetë në skuadër mund të them që 90% do ta mbizotrojnë mosha e re, lojtarë të ri, potencial dhe shumë pak do të ketë lojtarë ndoshta me moshë të skuadrës së Llapit, përveç që disa lojtarë që janë me eksperiencë që mund ta mbështesin skuadrën në rrugtimin që ka në vazhdimsi. Trener, e di që e tham, e përmendëm, por cil nga lojtarët e grup moshave të reja në fakt do t'i bashkohen ekipit parë të skuadrës së Llapit, qoftë nga ata U19 apo edhe nga ata U21 fakt që janë pjesë e Llapit. Apo të skuadra U21 do të thotë ne kena do të thotë një lojtar i cili është Curri, i cili ka luajtur jashtëzakonisht mirë të skuadra U21. Pastaj do të thotë është një lojtar shumë cilësor, Joni Jakupi, një lojtar shumë cilësor, pastaj një lojtar i cili ndoshta mund të jetë në zaventrues i mirë në Vengjerit, do të thotë por arsye se Konjukca ka bërë do të thotë paraqitje të mirë, ta 3 lojtarë janë që do të bashkëngjitet skuadrës së parë të Llapit në këtë kampionat, por Konjukca është ndoshta mund të them shumë afër i kuadrimit në mesin e parë sepse ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe do të thotë mendoj do të thotë që Erion Konjukca mund të jetë një emër i ri i promovimit të talent dhe llapian, do të thotë ku ka një potencial të jashtëzakonshëm, edhe do të thotë për shkak të situatës që ishte Llapi në me këto rezultate dhe gjendja e cila hedhi, ndoshta kemi dashur që të besojmë disa lojtarë me eksperiencë, po për ndryshe Erioni do të jetë në një prej Vengjera ndoshta më të mirë në ligën e Kosovës. Trener, e di që sfundmi, pavarësisht të sigurimit të Superligës, keni bërë edhe një deklarat fakt ku ka pasur kritika dhe nga ja pjesat që shumë skuadra në fakt ke thënë që kanë punuar që Llapi të bie nga liga, për çka ka qenë fjala më konkretisht? Po nëse shumë do të thotë ajo diçka që është ditë, do të thotë sport, do të thotë pasi edhe në një moment mendoj që disa skuadra të cilat kanë punuar drejtim që Llapi mos jetë pjesë e elitës, për shkak të shohin që Llapi është kampion me infrastrukturë, kampion me organizim, kampion me talent dhe do të thotë ndoshta ka dashur dikuna që mos jetë pjesë e elitës, por arsye se Llapi gjithmonë mund të jetë rival i fortë i çdo kundërshtarit që mund të bëhet kampion. Ne si vjetë ndoshta nuk ishim rival për titull, po ishim rival për Kupën e Kosovës, prapë për trofej. Dhe mendoj të thotë që
Disa skuadra bënë një aleancë, e cila aleancë jo fair, jo korrekt, jo sportive, që llopi të largohet nga elita e futbollit të Kosovës, sido që tjetë futbolli luhet prapë edhe vitin e ardhshëm, dhe mendoj do të që llopi nuk do t'i harroj ata rival cilët nuk e kanë rivalizuar llopi në aspektin sportiv, por në aspekte të tjera, cilat nuk duhet të veprohet ashtu. Por mendoj do të thotë që llopi ju ka treguar që ata kot e kanë, nuk kanë mundësi të largojnë llopin nga elita, nga objektivat që ka, dhe do të shohim kampionatin e ardhshëm dhe kampionatin në vazhdimsi, dhe do ta shohim se si do të shkojnë gjërat, por besoj do të thotë që kem skuadra të cilat kanë punuar direkt që llopi të largohen nga elita e futbollit të Kosovës, edhe do të thotë jo ne dy, por e mbo 5 skuadra bashkërisht, ku nuk duhet përmend emra sepse dihet, por besoj do të thotë që do të jenë në kampionatin e ardhshëm në rivalitet edhe jashtë pjesës sportive, sepse do të thotë nuk duhet të bëhen gjërat e tilla, ndërsa pjesa sportive është normale, rivaliteti sportiv ashtu në çdo vend botës dhe duhet të jetë atë kënej. Çka tregoi llopi me Vushtrrin, kemi parë edhe një postim interesant lidhje me ata të cilët e kanë përkrahur skuadrën e Vushtrisë. Çka mund të na thuash rreth kësaj? Po, mendoj që ata kanë pas drejt të motivojnë lojtarët e tyre, do të për shkak se janë zgjidhja të Vushtrisë, por pak më të vëmendshëm, të vetëdijshëm, sepse llopi nga 2013 është pjesë e elitës futbollit të Kosovës, është lart në renditje tabelare, ka marrë trofe, ka organizim dhe nuk mundesh as lehtë të mendosh se mund ta kaloj llopin në skuadrën e cila ka vite që është pjesë e elitës. Prandaj edhe pjesë që më tregua aty në njerëzve se ishin njerëz të futbollit shumë mirë, por duhet të jenë më të qetë, mos zguten, sepse llopin mund të jenë në stad çfarë ka ardhur, po deri në momentet e caktuara të çfarë kryesore, kështu që ju kam treguar se duhet edhe deklaratat që bëhen edhe motivimi për skuadrat e tyre duhet të jetë i kujdesshëm i vëmendshëm, sepse nuk luajnë me një skuadër e cila nuk ka eksperiencë, me një skuadër e cila nuk ka bagazh, por me një skuadër e cila ka dhënë fjalën kryesore në futbollin e Kosovës në vitet e fundit. Po paralajmërimi për kundërshtarët të Superligës për edicionin që vjen, cili është? Po mendoj që për edicionin që vjen paralajmërimi është llopi do të jetë skuadër shumë e konsoliduar, skuadër e cila do të bëjë transferime të duhura në këtë sezon dhe do të jetë prapë rival për pjesën e lartë të tabelës. Asnjë nuk luftojnë viti por nga 2013 llopi që luan në play-off, edhe nëse shohim thash ndoshta me dëmtime të lojtarëve që kemi pas dhe me pjesën time që nuk isha afër skuadrës në sezonin e parë, por ndryshe llopi nuk e kishte diskutuar Evropën prapë, dhe mendoj që llopi do të arrijë objektiv prapë të jetë në garat evropiane vitin kampionatit që do të vjen dhe besoj do të thotë që me potencialin e lojtarëve që kam, që ceka më lart, që në kontrata afatgjate, me disa përforcime të cilat jena në përfundim më sipër, do të thotë këtë javë do të punojna intensivisht dhe javën që do të vjen, që ne do të kompletojmë dhe të jenë një skuadër shumë solide dhe llopin ta shohim në katërshën e parë në renditje tabelare. Trajneri është në fakt publikuar dhe një lajm lidhe me një futbollist portugez, bëhet fjalë për Edgar Pahekun. Pse vendosi pikërisht për këtë futbollist, cilat janë ato që është në preferencat tua dhe cila është pjesa që ke menduar që ky futbollist i bashkohet skuadrës së llopit? Çka e bën të veçantë këtë futbollist të jetë pjesë e skuadrës së llopit? Po mendoj që një lojtar i cili ka bërë eksperiencë në klube shumë të mira ato evropiane, një lojtar i cili ka një shpejtësi, një lojtar i cili ndoshta mund të ndihmojë skuadrën e llopit për arsye se luan në dy pozicione, luan në mesfushorën e krajit të majt dhe luan në pjesën e mesfushës në pozicionin e 10-shit, në mesfushorën ofanzive. Mendoj që i luan dy pozicione dhe një lojtar i cili luan dy pozicione ndoshta ai duhet të çdo trajneri çdo skuadër sepse mund ta ndryshosh nga ndeshja në ndeshje, të ndihmon nëse kin do të një lojtar i cili mungon apo diçka, është lojtar i cili ka një shpejtësi, do të thotë dhe besoj do të thotë që lojtari ka pranuar projektin e llopit, ka vizituar edhe skuadrën e llopit, edhe stadionin, edhe kushtet, për arsye se shumë skuadra në Kosovë kanë bërë ofertë për këtë lojtar, por nuk ka pranuar të luajë nëpër stadione sintetike, të jetë në stërvitje, sidomos sepse në disa stadione kam treguar që do të luajnë edhe nesër kena rival, por s'ka pranuar do të thotë që vinë Kosovë të luajnë në stadione të cilat janë me barë sintetik, sepse ai mendon që ato do të thotë ka nivel të profesionalizmit. Trajner, është raportuar shumë për futbollistin Valmer Veliu, i cili
flitet që do të kaloj tek skuadra Prishtinës. Cilat janë ose fjalët e tua rreth këtij lajmi? Po, Valmiri të s'ka do kontrata me Llopin. Mendoj që pas rikthimit nga Turqia, Valmiri ka jap shumë pak kontribut për Llopin. Për arsye se ka marrë damtem, është operu, pas operimit mendoj që nuk ka mundur të rikuperohet në mënyrë më të mirë të mundshme dhe të rikthehet të jetë ashtu se kemi pritur.